Numri i çifteve në pritje për birësim ka rënë ndjeshëm, nga 50 vitin e kaluar në vetëm 30 gjatë këtij viti. Kjo pasi numri fëmijëve të shëndetshëm për të birësuar është i ulët. Nuk është se kemi një rritje në fakt të kërkesave, janë pak a shumë të njëjtat. Kjo për arsye sepse dhe janë ndërgjegjësuar që dhe numri i fëmijëve të braktisur në institucion është më i ulët, duke marrë informacion pranë Komitetit të Shqiptar të Birësimeve, janë ndërgjegjësuar për këtë pjesë, por gjithashtu i kanë dhënë mundësi vetes dhe për të patur ndoshta një shtatzani jo në mënyrë natyrale, por nëpërmjet fertilizimit in vitro. Aktualisht ky numër është 30 çifte, që do të thotë ka rënë nga viti i kaluar, që ka qenë rreth 50 çifte, që do të thotë këta 30 çifte që janë në listë pritje, janë duke pritur për një propozim të mundshëm sipas kërkesave të tyre, ndërsa pjesa tjetër e mbetur, që thash nga rreth 50 çifte që kanë qenë në vitin e kaluar, këta një pjesë kanë birësuar, një pjesë janë tërhequr nga procedura për arsye personale me kërkesë të nënshkruar prej tyre, ose disa kanë arritur dhe të kenë shtatzani të tyre. Mungesa e fëmijëve të shëndetshëm për birësim ka bërë që numri i kërkesave të tejkalojë ndjeshëm ato të birësimeve. Numri i kërkesave e kalon numrin e birësimeve, duke qenë se fëmijë të shëndetshëm, të cilët janë të deklaruar të braktisur me vendim gjykate, arrin të birësohen menjëherë, edhe pse ky numër nuk është në rritje. Pra, fëmijë të shëndetshëm që janë kontingjent për të birësuar nuk ka në institucion. Pra, dhe ne në listë pritje kemi fëmijë kryesisht që janë në moshë madhore ose me probleme të rënda shëndetësore apo të shëndetit mendor. Nga ana tjetër, çiftet e huaja, ndryshe nga ato shqiptare, tregojnë gatishmëri për të birësuar edhe fëmijë me probleme shëndetësore apo më të rritur. Çiftet e huaj janë më shumë të predispozuar që të birësojnë fëmijë me problematika shëndetësore në moshë madhore, të një rase tjetër, apo dhe problemet shëndetit mendor. Grupmosha më e kërkuar mbetet ajo 1 deri në 2 vjeç, ndërsa fëmijët mbi 10 vjeç kërkohen shumë më rrallë.